Matematika është kudo. Është si një kod sekret që bën botën të funksionojë. Ne nuk e shohim gjithmonë, por është gjithmonë aty. Matematika na ndihmon të kuptojmë format, numrat dhe modelet. Mendoni për llojin tuaj të preferuar video. Matematika e bën atë aq pa probleme. Që nga lëvizja e personazheve deri tek pikat që shënoni, matematika është pas të gjithave. Sa më shumë të kuptojmë matematikën, aq më shumë e kuptojmë botën tonë. Është një udhtim zbulimi. Çdo ditë mund të gjejmë mënyra të reja se si matematika e bën jetën interesante. Imagjinoni sikur jeni dyqan, duke vendosur midis dy kutive me drithëra. Njëra është më e madhe, por a është një ofertë më e mirë? Këtu na ndihmon matematika. Mund të përdorim përpjestimet për të gjetur çmimin për njësi. Pjesto çmimin total me numrin e njësive. Numri më i ulët është oferta më e mirë. Shiko, matematika sapo të kurseu para. Përdore njohuritë tua për të bërë një zgjedhje të zgjuar. Kjo është fuqia e matematikës në veprim. Tani të shkojmë në kuzhinë. Edhe gatimi është plot me matematikë. Kur ndjek një recet, po përdor përpjesëtime. Pritja një torte në mënyrë të barabartë, kjo është geometri. Po e ndan një rreth në pjesë të barabarta. Matematika na ndihmon të masim përbërësit me saktësi, duke siguruar rezultate të shijshme. Çdo biskot, çdo byrek, është një ekuacion i shijshëm matematikor që vjen në jetë. Seksioni 4, lojrat dhe probabiliteti. A keni luajtur ndonjëherë lojra tavoline ose me letra? Matematika është e fshehur para syve. Shumë lojra përdorin probabilitetin. Probabiliteti është mundësia që diçka të ndodhë. Në lojrat me letra, mund të përdorni probabilitetin për të hamendësuar se çfarë letre mund të ketë kundërshtari juaj. Matematika ju ndihmon të krijoni strategji dhe të bëni lëvizje të zgjuara. Bëheni një lojtar më i mirë duke kuptuar matematikën pas lojës. Seksioni 5. Magji është kudo. Matematika është më shumë se sa thjesht numra dhe formula. Është një mënyrë të menduari, një mënyrë për të zgjidhur problemet. Është një forcë magjike që është përreth nesh. Kështu që mbani syt hapur. Kërkoni matematikën në jetën tuaj të përditshme. Do të habiteni sa shumë do të gjeni dhe sa argëtuese mund të jetë. Sa më shumë të shihni magjinë e matematikës, aq më shumë do të kuptoni mrekullitë e botës përreth jush.